jeni duke patur probleme në marrëdhënien me vjerën ose me nusën tuaj? Ju sigurojmë se nuk jeni vetëm. Nuk është as pak e posaçërt të përballeni me konflikte në këtë marrëdhënie të komplikuar. Na ndiqni në programin ton të sotëm për të mësuar se si mund ta bëni marrëdhënien nusë vjehër më të bukur dhe më frytdhënëse. TWR Albania prezanton Shpresë për ty. Përshëndetje mikesha të dashura dhe mirë se vini në programin e sotëm Shpresë për ty, ku do të vazhdojmë të flasim për marrëdhënien nusë vjehër. Unë jam Marta dhe unë jam Dena. Ju përshëndes të gjithave dhe ju ftoj të shëndroni me ne në këto minuta të programit ton për të mësuar disa këshilla për ta bërë marrëdhënien nusë vjehër një marrëdhënie miqësie dhe jo konflikti. Gjithashtu, në pjesën e dytë, do të inkurajoheni nga disa parime biblike të dobishme për të gjitha marrëdhëniet që keni në jetën tuaj. Marrëdhënia nusë vjehër, siç e tham edhe në programin e kaluar, është një nga lidhjet më të komplikuara njerëzore. Ajo vjen me një konflikt të natyrshëm që para se të fillojë marrëdhënia, sepse vjen me dy pikpamje krejtësisht të ndryshme për të njëjtin njeri. Njëra grua gjithmonë do ta shohë burrin si një burim dhe tjetra gjithmonë do ta shohë atë si fëmijën e saj. Kuptimi i këtyre pikpamjeve është hapi i parë për të pasur një lidhje të qetë mes vjerave dhe nusëve. Megjithatë, po të pyesni gra që kanë marrëdhënie të suksesshme, do të shihni se ato, të gjitha, kanë të përbashkët një shëndrim që kalon përtej këtij kuptimi të thjeshtë. Në çdo marrëdhënie, njëra prej grave ka dhënë një dhuratë për gruan tjetër. Marrëdhënia nusë vjehër është një temë që mund të jetë ndonjëherë delikate, por gjithashtu shumë e rëndësishme për një familje të shëndetshme. Ja disa këshilla që mund të ndihmojnë në ndërtimin e një marrëdhënieje të mirë. Respekt dhe mirëkuptim. Është thelbësore që të ndiheni dhe të veproni me respekt ndaj njëra tjetrës. Kjo do të thotë të dëgjoni, të kuptoni dhe të pranoni ndjesitë dhe mendimet e secilës palë. Edhe kur nuk pajtoheni, është e rëndësishme të ruani respektin. Komunikimi i hapur. Mundohuni të komunikoni me shetësi dhe në mënyrë të hapur me njëra tjetrën. Nëse ka diçka që ju shëtëson, është më mirë të flisni për këtë në mënyrë të sinqertë se sa të mbani brenda emocionet. Kjo gjë mund të shmangë keqkuptimet dhe tensionet. Vendosja e kufive të shëndetshëm. Në disa raste mund të jetë e nevojshme të vendosni kufi të qartë për ruajtjen e privatësisë dhe autonomisë së secilës palë. Ky mund të jetë një hap i rëndësishëm për të shmangur ndërhyrjet që mund të ndodhin në këtë marrëdhënie. Jini mirënjohëse dhe tregoni vlerësim. Vlerësojini përpjekjet që bën vjera dhe përpjekjet që bën nusja. Falenderimet edhe mirënjohja për punët e vogla ose për qëndrimin e mirë dhe pozitiv mund të krijojnë një atmosferë pozitive dhe mund ta bëjnë marrëdhënien më të ngushtë. Ruajtja e një balance në marrëdhënien me burrin dhe me vjehrën. Mund të ndodhë që të ketë momente tensioni mes roleve të secilës, por është e rëndësishme që të keni një balans të shëndetshme, duke ju dhënë hapësirë dhe burrave dhe vjehrave për të ndjerë të respektuar në marrëdhënien me ju. Shmangni krahasimet. Çdo individ është unik edhe krahasimi i vjerrës me nusën mund të sjellë tensione. Përpiquni ta shihni vjerrën tuaj për atë që është dhe jo për atë që mund të keni pasur ju në mendje ose keni patur pritshmëri të keni. Mbështetje dhe inkurajim. Një aspekt tjetër i rëndësishëm është mbështetja. Vjera mund të ofrojë këshilla të vlefshme për jetën e çiftit dhe nusja mund të ofrojë mbështetje dhe dashuri për nënën e bashkëshortit të saj. Të dyja mund të inkurajojnë njëra tjetrën në përpjekjet dhe arritjet e jetës. Shmangni ndërhyrjet në marrëdhënien e çiftit. Një gabim i zakonshëm që ndodh shpesh është kur vjera ndërhyn shumë në marrëdhënien e çiftit. Çifti ka nevojë për hapësirë dhe pavarësi për të zhvilluar marrëdhënien e tyre. Të dyja palët duhet të jenë të kujdesshme, por vjera është e para që duhet të respektojë këtë hapësirë. Kini një qëndrim pozitiv. Pozitiviteti është një nga çelësat për të pasur një marrëdhënie të mirë. Gjeni mundësi për të lavdëruar njëra tjetrën
dhe për të njohur vlerat që secila sjell në marrëdhënie. Fjalët e mira dhe mirënjohja mund të bëjnë mrekulli në forcimin e lidhjes. Durimi dhe koha. Sa herë që mund të ndodhin mosmarrveshje, durimi dhe fleksibiliteti janë thelbësore. Duhet të kuptoni se marrëdhëniet duan kohë për të formuar dhe jo gjithmonë do të jenë të përsosura. Krijimi i një marrëdhënieje të fortë kërkon kohë dhe durim. Çdo marrëdhënie ka luhatje, por nëse të dyja palët janë të gatshme të punojnë dhe të kuptojnë njëra tjetrën, atëherë mund të krijohet një lidhje e fortë dhe e shëndetshme. Mundësia për të kaluar kohë së bashku. Gjeni mundësi për të kaluar kohë të mirë së bashku duke bërë aktivitete të përbashkëta që do t'ju ndihmojnë të krijoni një lidhje më të ngushtë dhe të kuptoni më mirë njëra tjetrën. Marrëdhëniet mes nuses dhe vjerrës mund të kenë sfidat e veta, por me dashuri, respekt dhe komunikim të hapur, mund të krijohet një lidhje e fuqishme dhe e përmbushur. Ndonjë nga ju, mikesha të dashura, është duke pyetur veten: e çfarë aktiviteti mund të bëj unë me vjerrën time? Edhe sigurisht që ne do t'ju sjellim disa ide që na kanë pëlqyer shumë. Ja disa aktivitete që mund të bëni së bashku dhe që mund të ndihmojnë në forcimin e marrëdhënies me vjerrën apo nusen tuaj. Bëni gatime së bashku. Mund të përgatisni një ushqim tradicional ose një recetë të re. Gatimi është një mundësi e shkëlqyer për të kaluar kohë bashkë dhe për të krijuar kujtime të veçanta. Kjo gjithashtu mund të sjellë mundësi për të mësuar njëra tjetrën dhe për të ndarë receta të pasura me histori. Shëtitje në natyrë. Mund të bëni një shëtitje në park, në mal ose në një vend të qetë në natyrë. Kjo gjë mund të ndihmojë në krijimin e një atmosfere çlodhëse, ku mund të flisni dhe të ndani mendimet dhe përvojën tuaj. Përfshihuni në aktivitete kreative. Piktura, qëndisja ose çdo lloj aktiviteti kreativ mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të kaluar kohë së bashku. Mund të bëni punë dore, si për shembull të krijoni dekorime shtëpie ose të krijoni diçka për një ngjarje të veçantë. Mund të shkoni në kinema ose të shihni një film familjar në shtëpi. Shikimi i një filmi së bashku mund të jetë një mundësi e shkëlqyer për të kaluar kohë me qetësi. Mund të bëni një mbrëmje filmi, të hani kokoshka e të diskutoni për filmin pasi ta keni parë atë. Kurset mund të jenë një aktivitet tjetër. Mund të regjistroheni së bashku në një kurs për diçka që ju intereson të dyjave. Mund të jetë një kurs gatimi, kurs arti ose një aktivitet tjetër ku mund të mësoni bashkë. Kjo mund të krijojë mundësi për mësim dhe përvojë të përbashkët. Biseda në kafe ose restorant. Mund të shkoni së bashku në një kafe të bukur ose në një restorant dhe të keni një bisedë të qetë. Kjo mund të krijojë mundësi për të diskutuar më hapur dhe pa stres. Kopshtaria. Nëse keni mundësi të krijoni një kopsht, mund të bëni aktivitete kopshtarie së bashku. Kjo është një mundësi e shkëlqyer për të punuar bashkë dhe për të krijuar diçka të bukur. Dilni së bashku për pazar. Mund të shkoni së bashku për të bërë pazar për diçka të veçantë, për shembull për një ngjarje familjare ose për rinovimin e shtëpisë. Kjo kohë mund të ndihmojë në forcimin e lidhjes dhe mund t'ju ndihmojë të krijoni mundësi për të zgjedhur gjëra që ju pëlqejnë të dyjave. Bëni një projekt të vogël shtëpie së bashku. Nëse keni diçka në shtëpi që mund ta përmirësoni ose rregulloni, mund ta bëni atë së bashku. Për shembull, mund të rifreskoni mobiljet e vjetra, të dekoroni një dhomë ose të krijoni diçka të re për shtëpinë. Jemi sërish në studio mikesha të dashura, po ndiqni programin Shpresë për ty. Jemi duke folur sot për marrëdhënien nuse-vjerr, një temë që filluam ta diskutojmë në programin e kaluar. Nëse ju kujtohet, folëm për një marrëdhënie të shkëlqyer nuse-vjerr që e gjejmë në Bibël. Ju treguam historinë e Ruthit dhe lidhjen e saj të ngushtë me vjerrën e saj. Dhe në këtë pjesë të dytë të programit të sotëm, do të sjellim për inkurajimin tuaj urtësi biblike në lidhje me marrëdhënien nuse-vjerr. Ndonjëherë është e lehtë të mendojmë për të afërmit tanë si përjashtime nga rregullat e urtësisë biblike. Por, siç e tha edhe Arta, sot do të sjellim disa udhëzime nga Bibla që kanë të bëjnë me fëmijët tanë, me marrëdhëniet tona në kishë, me kolegët tanë e kështu me radhë. Kur ne lëndohemi nga dikush apo thjesht ofendohemi nga një fjalë, mendojmë, nuk ja vlen gjithsesi, unë e shoh atë shumë rrallë,
Ose është shumë e dhimbshme, nuk ka mundësi që Perëndia të më kërkojë ta fal këtë njeri. Dhe ne si njerëz kemi tendencën ta zbatojmë fjalën e Perëndisë në mënyrë selektive, që do të thotë zbatojmë vetëm ato pjesë që na pëlqejnë. Por sigurisht që nuk është kjo mënyra se si ne mund të zhvillojmë një zemër si zemra e Krishtit. Tani, le të shohim së bashku disa vargje dhe ju inkurajojmë që t'i zbatoni ato në marrëdhënien nuse vjehër, duke patur në mendje se të gjitha ne duhet të rritemi në ngjashmëri me Krishtin. Vlerësoje të afërmin tënd për atë që Perëndia e krijoi të jetë. Perëndia e krijoi njeriu sipas shëmbëltyrës së tij. Ky varg ndoshta është shumë i njohur për ju. Gjithashtu ju duhet ta dini se Perëndia e di numrin e flokëve në kokën tonë dhe numrin e ditëve që do të jetojmë në këtë botë, dhe se ai krijon çdo njeri sipas imazhit të tij, me dhunti, aftësi dhe personalitete unike. Pritshmëritë e Perëndisë për ne janë të rrënjosura në dashuri dhe kanë për qëllim të prodhojnë marrëdhënie të frytshme në tokë. Kështu, merrni parasysh këtë. Vjera juaj është krijuar qëllimisht për të qenë nëna e bashkëshortit tuaj, ose nusja juaj është krijuar qëllimisht për të qenë gruaja e djalit tuaj. Nuk është një aksident. Shumë prej nesh kanë një imazh ideal në mendjen tonë për llojin e personit që presim të jetë vjera jon apo nusja jon. Ky është personi për të cilin jemi lutur dhe duam që të jetë i krijuar sipas imazhit tonë. Por mos harroni që kjo nuk është zgjedhja jon. Nëse qëndrojmë fort tek pritshmëritë tona për atë që duhet të jetë nusja apo vjera jon, do të zhgënjehemi, madje edhe do të zemrohemi. Në vend të kësaj, ne duhet të falenderojmë Perëndin për personin unik që nusja apo vjera është, dhe t'i kërkojmë atij të na ndihmojë ta duam atë ashtu siç është. Perëndia na deshi i pari, që kur ne ishim armiq me të. Po ne, a nuk duhet të kemi të njëjtin hir për nusen apo vjerën tonë? Perëndia na krijoi si qenie unike, sipas një qëllimi dhe një plani për jetën tonë. A nuk duhet ta trajtojmë edhe ne vjerën apo nusen tonë duke patur këtë në mendje? Dhe nëse nuk e bëjmë këtë, çfarë tregon kjo për besimin tonë në Perëndin që e krijoi atë? Mendoni për këtë. Duaje të afërmin tënd, por si vetveten. Jezusi na dha urdhërimin më të madh kur tha: duaje Zotin, Perëndin tënd, me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd dhe me gjithë mendjen tënde. Edhe ky u pasua nga urdhërimi i dytë më i madh: duaje të afërmin tënd, por si vetveten. A është i afërmi yt vetëm personi me të cilin keni lidhje gjaku? Sigurisht që jo. I afërmi yt është kushdo që bën pjesë në sferën e kontaktit edhe ndikimit tënd. I afërmi ynë është çdo njeri që është pranë nesh dhe ne duhet ta duam atë, ashtu siç duam veten. Ky varg sigurisht që vlen edhe për marrëdhënien nuse vjehër. Është e natyrshme që ne të kujdesemi për veten. Të gjithë i kalojmë ditët tona duke u përpjekur të sigurojmë rehati, të kemi ushqim edhe veshje, duke kërkuar që çdo nevojë jona të plotësohet. Por është më e vështirë ta bëjmë këtë për dikë tjetër. Nëse duhet ta duam të afërmin ton por si vetveten, ne duhet të jemi të gatshëm të kujdesemi për mirëqenien e tij. Si mund ta bëjmë atë të ndihet i dashur edhe të ndjejë se dikush kujdeset për të? Mendoni për këtë, duke patur në mendje vjerën apo nusen tuaj. Tregon nderim për të afërmin tënd. Eksodi kapitulli 10, vargu 12, na thot se duhet të nderojmë baban dhe nënën, që ditët tona të jenë të gjata në tokë. Besoj se jeni dakord, po të themi se ky parim biblik duhet të zbatohet në çdo familje të krishterë. Ne do të donim që fëmijët tanë të ndjekin këtë urtësi biblike, kështu që pse të mos e ndjekim edhe ne vetë kur bëhet fjalë për vjerën apo nusen tonë. Edhe pse vjera nuk është prindi ynë biologjik, ajo është nëna e bashkëshortit tonë. Dhe duke qenë se ne jemi një me bashkëshortin ton, ajo duhet të nderohet njësoj si nëna jon. Tek e para e Pjetrit, kapitulli 2, vargu 17, na thuhet të tregojmë nderim për të gjithë njerëzit, dhe patjetër që këtu përfshihet edhe vjera, edhe nusja. Ky varg nuk bën asnjë përjashtim, edhe nëse personi tjetër është një njeri i vështirë. Ne tregojmë nderim duke u lutur për të, duke e dëgjuar atë dhe duke u kujdesur për nevojat e tij. Ose mendoni për Filipianëve kapitulli 2,
që na inkurajon t'i konsiderojmë të tjerët si më të rëndësishëm se veten tonë. Ashtu siç Krishti e uli veten deri në vdekje për ne, ashtu duhet ta ulim veten edhe ne në shërbimin ndaj të tjerëve. Qëllimi i Pjetrit dhe Palit për të ndarë këto parime nuk ishte që ato thjesht të shkruheshin në një libër dhe të liheshin në raft. Jo, qëllimi i tyre ishte që këto parime të thellohen më shumë në marrëdhëniet tona të përditshme, përfshirë këtu edhe marrëdhënien nuse vjehër. Kështu që duhet të pyesim veten, si mund ta duam vjerën apo nusen ton përmes shërbimit vetmohues? Si mund të heqim dorë nga preferencat tona për hir të dashurisë së Ungjillit, madje edhe kur gjërat janë të pakëndshme? Jetoni në paqe me të afërmin tuaj. Romakëve kapitulli 12 vargu 18 na kujton se duhet të jetojmë në paqe me të gjithë, përsa varet prej nesh. Perëndia e di se marrëdhëniet janë dypalshe. Ne nuk kemi kontroll mbi të tjerët, por kemi kontroll mbi veprimet edhe shëndrimet tona. Me fjalë të tjera, vjera apo nusja mund të mos zgjedh të jetojë në paqe me ne në disa momente, por pavarësisht zemrës ose sjelljes së saj, ne do të zgjedhim të zbatojmë këtë varg në zemrën dhe sjelljen tonë, duke u përpjekur të jetojmë në paqe. Pse? Sepse kështu na udhëzon fjala e Perëndis. Ai na ka kërkuar që të jetojmë kështu me të gjithë. Lajmi i mirë është se ai do të na ndihmojë të bindemi atij përmes frymës së tij të shenjtë. Ne mund t'i kërkojmë Zotit që të na ndihmojë të kontrollojmë gjuhën edhe nervat tona, sidomos kur pritshmëritë janë thyer, dhe ai me të vërtetë do të na jap aftësinë për ta bërë këtë. Ne duhet të jemi të shpejtë të japim hir, sepse Perëndia në ne na ndihmon të kemi paqe në marrëdhënien tonë, duke ju afruar personit tjetër, në këtë rast vjerrës ose nuses, me dashuri dhe hir. Mikesha të dashura, kemi mbërritur në fund të programit tonë edhe për ditën e sotme. Mund ta dëgjoni këtë program si dhe programet e tjera e Shpresë për ty në YouTube dhe t'i ndani ato me mikeshat tuaja. Mjafton të kërkoni TWR Shpresë për ty dhe do të gjeni aty këto programe. Gjithashtu, për çdo pyetje, kërkesë për lutje apo nëse doni të ndani historinë tuaj me ne, ju inkurajojmë të na shkruani një letër në adresën TWR Albania, kutija postare 130 Tiranë. Të na dërgoni një email në twralbania@gmail.com ose të na shkruani një mesazh në faqen tonë në Facebook dhe Instagram Shpresë për ty. Ne ju urojmë të gjithave një javë të bekuar dhe miru dëgjofshim në programin e ardhshëm. Ndoshët programin Shpresë për ty.